pranove sot? Ha? Pse nuk ja vlen? Të tregosh të vërtetën para mua, nuk ja vlen? Jozi, po të flas. Ka vlen me kohë. Si nuk ka vlen me kohë? Ka vlet, më ke dalë punë. Jo, edhe tani që ta kërkoj unë, nuk e bën? Tani. Po tani që ta kërkoj unë ty, avar sa më bëre uj. S'ka vlet. Ka vlet. Po të vërtetën të kërkova. Po jo më zemër, të vërtetën. Jo kjo. Edhe kjo sot qëndron, mbi atë qëndron. Edhe ti nuk e pranove. Edhe prapë nuk është edhe pa që po ma bën, është disa i ta herë, këto di që po e bën. 50.000 herë të të gënjej unë sy për sy ty, të gënjej unë sy për sy ty për baldi këtë tjetër. Unë zerë të vërtetën time, ama kjo është e vërteta si e imja dhe e jotja. Edhe ti sot e mohove. Unë të rejmi të vërtetën. Urdo? Pse do vazhdojsh ta bësh atë që lehen e kaluar? Po. Po. Ha ma ja, se s'po them kot. Sa po? Njësoj ke regullat. Geta, sa unë ke tani? Që edhe kupton se sa ti më ke zgënjye, vetëm ta kuptosh këtë gjë. Pse? Se sa më zgënjeve. Sepse unë, imagino, dhe atë natë e stolmi për të në një javë afër gjatë kësaj jave, unë thash emrin tënd, jo atë të Jozit. Imagino. Edhe gjatë këtyre ditëve kam qenë më shumë me ty se sa me Jozin. Imagjinoj këtë. Edhe ti, për një shpërblim, edhe për një kur të vogël që të bërën këta, ti komplet re. Edhe gjithë sinceriteti që unë prisa nga ty, të është ti e more edhe edhe në kosh. Edhe, shiko, s'kam dashur as të bëja debat se, kur jam aq të zgënjyer, po merr me Jozin temun, në debat më ke zgënjur aq shumë. Shiko aty ku të lëndon Jozi. Edhe doli të fjalë që thoshte gjithë shtëpia. Shiko se Jozi po të lëndon më shumë. Unë merrem dhe me Jozin, edhe me ty, edhe aq më tepër ju që ju kam patur afër zemrës. E kupton? Po ti, fol për veten tënde, mos e rrit te Jozi, se me Jozi e merr gjithmonë rreston e vet. Edhe faktikisht i kam kthyer gjithmonë më shumë rreston se çka takuar. Po ti, unë me ty. Po ti në raport mua dhe ty. A ke patur ndonjë pak rëndësira nga mua? Mua raport me ty. Jo, po dhe ti s'ke pse të kesh nga mua. Jo, kam, me këtë rastin në fundit po. Jo, mos e shiko ashtu se. Kam. Edhe ishte një moment në të cilin ti duhet të kishe kujdes në këtë lloj kurthi që të vurëm ka. Kujdes mbajta unë e ruajta nga gjesti se gjesti u ma disa herë ditet pa merë të prapë. Brenda sinqeritetit të raportit tonë. Po, e ruajta nga